duke kryer vrasje, trajtim njerëzor, shkatërrim i pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik. Nga ky operacion i forcat policore serbe u vranë mizorisht 42 civil. Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, Departamenti për hetimin e krimeve të luftës, 30/12/2025 ka ngritur akt akuzë kundër 21 të akuzuarve sepse në periudhën kohore 1998-1999, gjatë kohës së luftës në Kosovë, në fshatin Reçak, komuna e Shtimës, me dashje në bashkëkryrje individualisht dhe në përgjithësi komanduese, pjesëtar të ushtrisë së Jugoslavisë, brigada 243 e mekanizuar e armatës së 3 të korpusit të Prishtinës dhe pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme që njohur si MUP, Sia veçante policisë e njohur si PJP, Sia speciale antiterroriste e njohur si SAI, njësitë e divizionit për siguri shtetërore të njohur si RDB, njësitë e divizionit për siguri publike të njohura si RJB dhe njësitë rezerve, kanë shkelur rënd rregullat e së drejtës ndërkombëtare, duke kryer vrasje, trajtim njerëzor, shkatërrim i pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë, me datë 15 janar 1999, të panderit e lartësekur në cilësinë e pjesëtarëve të forcat policore dhe ushtarake serbe, me dashje dhe në bashkëkryrje, morën pjesë dhe kontribuan në vrasjen e 42 civilëve të fshatit Reçak, ashtu që rreth orës 6 të mëngjesit e rrethuan fshatin Reçak, fillimisht e granatuan nga distanca prej disa vendeve të njohura si Pishat, Gështënjat, Qesta dhe Kuri Shpum. Pastaj me automjete të blindura hynë në fshat dhe filluan të kontrollonin shtëpi për shtëpi, me që rast në vorin e shtëpisë së Rashid Rashidit fillimisht e vranë Banush Kameri, të cilit pastaj dhe ja pren kokën. Në vendin e quajtur Vrella i vrasin Hakim Metushi, Sabri Syla dhe Arif Metushi. Në vorin e shtëpisë së tij e vrasin Ahmet Mustafën dhe fëmijën e tij Hajriz Jakupi. Në afërsitë të shtëpisë së Mustafës i vrasin Skender Halili, Hanum Shahe Mujota. Nga ky operacion i forcat policore serbe u vranë mizorisht 42 civil të dy gjinive, të moshave të ndryshëm, të nacionalitetit shqiptar, të cilët nuk ishin të përfshirë në luftë. Forcat policore ushtarake serbe ku bënin pjesë edhe të pandevrit, me dashje dhe në bashkëkryrje, morën pjesë dhe kontribuan në shkatërimin e pasurisë së popullsisë civile të fshatit të Reçak, me që rast e shkatëruan të gjithë pasurinë e palujshme dhe të lujshme, duke shkaktuar dëm të madh material popullsisë civile, siç është evidentuar nga Kuvendi Komunal i Shtimës.